Ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hafir Hoxha, ka reaguar sot ndaj deklaratave dhe qëndrimeve të Hysem Berishës, duke shprehur shqetësim për ndryshimet radikale në orientimin e tij politik. Në një reagim të gjatë në Facebook, Hoxha thekson se Berisha po përdor gjuhë përçarëse dhe etiketa ideologjike që mund të rrezikojnë stabilitetin e vendit duke ndarë qytetarët në patriot dhe jo patriot. Hoxha argumenton se historia e UÇK-s nuk mund të interpretohet me logjik partijake dhe thekson rëndësinë e respektit për institucionet dhe sakrificën kolektive. Ai shpreh gjithashtu në favor të rizgjedhjes së presidentes Vjosa Osmani, duke nxjerrë në pa cilësitë e saj profesionale, përvojën institucionale dhe orientimin pro-europian. Hysem Berisha nuk dua polemik, por kam arsye të mos rri pa reaguar. Jam mjaft i qartë. Qëndrimet e tua politike, sidomos pas angazhimit në PDK, kanë befasuar shumë prej nesh, ish pjesëtar të UÇK-s, koleg në TMK dhe FSK dhe drejtues të LDK-s. Ndryshimi yt është i dukshëm dhe radikal. Në UÇK ke qenë në komandën e oficerëve të shkolluar ushtarak dhe ke përfituar nga përvoja e tyre. Më vonë edhe në TMK e FSK ke ndërtuar një uri e autoritet, prandaj sot është e pakuptueshme pse shfaqesh si militant ekstrem me gjuhën përçarëse, arrogante dhe presion ndaj bashkëbiseduesve. Në debatet e fundit, veçanërisht kundër presidentes Vjosa Osmani, po abuzon me shifra zgjedhore, duke i ndarë qytetarët në patriot dhe jo patriot. 60% e votuesve të VV-s ti e etiketon si antikombëtare kundër UÇK-s dhe rini e komunistëve, ndërsa votuesit e PDK-AK si të vetmit meritor. Kjo logjik është e rrezikshme, përçarëse dhe destabilizuese dhe i shërben narrativës serbe kundër Kosovës. Shpesh abuzon në debate me individ, intelektual, aktivistë ndryshëm duke i bërë presion, ofendime dhe mosnjohjes të vlerave dhe meritave të tyre në limit e caktuara. Aktivitetet e tyre intelektuale, diplomatike, lobime, donacione, organizime me protekst tëndin se asgjë nuk është ajo nëse nuk e kanë marrë pushkën në dorë. Nëse kjo logjik vlen, atëherë çfarë do të thuash për dhjetra komandant dhe oficer të UÇK-s që ishin të shkolluar në akademitë ushtarake të ish APJ-s. Të gjithë ata, sipas rregullave të kohës, ishin antar të lidhjes komuniste të APJ-s, përfshirë edhe komandantët që të kanë komanduar ty. Kemi diku 110 deri në 120 e pror ushtarak shqiptar në UÇK, ku asnjëri nga ne nuk kemi mund të diplomojmë pa u bërë antar të lidhjes komuniste në APJ, qoftë ajo 2-3 ditë para diplomimit, që zakonisht ndodhen me ne shqiptarët. Ku po i rendit ti këta ushtarak, shumë nga ta dëshmor, ku po i rendit familje dhe fëmijët e tyre, në anën e Vjosës së Albinit apo diku tjetër. Pasi anën tënde nuk mund të them sepse askush nuk e kemi tani më të qartë. Pra kjo tezë nuk qëndron. Historia e UÇK-s nuk ndahet me matematikë partijake dhe as me etiketime ideologjike. Kosova nuk ndërtohet me përçarje, por me respekt për të vërtetën, për institucionet dhe sakrificën kolektive.